Shala duket se pas Donald Trumpit, nxitim Putin shkoi edhe si duket nuk ka nequr as zbukurimet e rrugëve, vetëm kanë ndryshuar flamujt dhe sërish edhe ata që kanë marrë pjesë kanë një trajnim. Ata spektatorët që kanë bëu ushtrimet. Po shiko, është janë nga ata që kishim ne në komunizëm që përrisnin njërë Kina motor dhe njërë Rusia motor. Pritjen, po ta kesh pa në rrjetet sociale, pritjen që është bërë një lider i shqiptar të asaj kohë nuk ka po as Trumpit as. Jo, nuk është bërë. Duhet shkojë dirama në Kinë që të testojmë nëse pritjen ashtu. Vështirë dhe pristin sigur. Se dim, nuk e di vetë. Ka një duket Kina sot është në një pozicion tjetër, është një fuqi që tashmë është ngjitur në pjedestal në këndvështrimin tim. Nuk është një fuqi që bisedonte në pozita mbrojtje. Pra, ajo sot bisedon edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës si e barabartë. Vetë Trumpi, para se të shkonte atje, tha që ne jemi dy superfuqi, ne dhe Kina. Pra, ai e pranoi që Kina tashmë është një superfuqi dhe tashmë në rendin botror janë dy superfuqi, është Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina. Ndërsa Rusia është fuqi, është superfuqi ushtarake, po nuk është superfuqi ekonomike, sepse po të jesh superfuqi botërore duhet të kesh minimalisht në këndvështrimin tim duhet të kesh të dyja. Pra do të jesh edhe nga ana ekonomike, nga ana ushtarake. Nga ana ekonomike Rusia nuk i afrohet ose është e barabartë me një nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, një nga shtetet e pasura të Shtetit Bashkuara të Amerikës, mund ta krahasosh me Kaliforninë ose me atë. Pra, dhe këto janë zhvillime interesante në raportet gjeopolitike ndërkombëtare, secili nga bashkëbiseduesit ka një rend, ka një synim, ka një arsye çfarë synonte atë. Shtetet Bashkuara patën synim që krahas promovimit të Kinës si fuqi botërore, të cilët Trumpi e bëri edhe pa shkuar, por edhe atje ai u shpreh disa herë. Synimi në këtë rast ishte që në fushën ekonomike mos kishte deri në periudhë të caktuar mos kishte përplasje apo të mbyllej të kishte një paqe pas luftës tarifave që u vendos. E dyta vazhdonte të siguronte zinxhirin e furnizimit me minerale të rralla për të cilët ata janë shumë deficitar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ju duhet sepse edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm i asaj vizite. E treta është çështja e Tajvanit, domethënë. Edhe kinezët, pavarësisht që ata e siguruan atë primatin, pra atë prezantimin si superfuqi, synimi kinez tashmë ishte sidomos çështja e Tajvanit. Nuk kishim dëgjuar asnjëherë asnjë lloj deklarate diplomatike tjetër të këtij lloji që të bëj Kina për Tajvanin. Një deklaratë ashpër, jo shumë diplomatike, pra që duke thënë që hapur që ne, kur vjen çështja për Tajvanin, mund të kalojmë edhe në luftë, pra në konflikt. Nuk tha përmend termin luftë, por në konflikt me njëri tjetrin. Trumpi pastaj ai nxorri edhe diçka tjetër që nuk e konfirmuan, por e hodhën poshtë kinezët që janë pyetur nëse do të veprojë Shtetet Bashkuara të Amerikës nëse sulmohet. Ajo nuk është e konfirmuar nga palët dhe nuk mund ta citojmë dot. Pra, në një farë mënyrë epiqendra pastaj përveç probleme ekonomike, ngeli kryesor çështja e Tajvanit. Profesor Nathanael, po hym në një fazë të re marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës, të paktën kështu është shprehur presidenti kinez. Çfarë është kjo fazë e re për ju? Fazë e re, nuk e di, është e 25 herë më duket, mos gabohem, vizitë që bën presidenti Putin në Kinë. Kështu që është folur që në pragun e pushtimit të Ukrainës është folur për një partneritet, për një miqësi midis dy vendeve, kuptohet pa përmendur termin aleancë apo në një emërtim tjetër që të tregojë një lidhje të ngushtë të gjithanshme midis dy vende, pra një pakt, por thjesht një partneritet që tashmë është ngritur në nivel strategjik. Po ti kapemi pas termave të përdorura nga të dy palët në komunikatat e tyre. Por u do thoshe që Kina dhe Rusia vërtet mund të kenë partneritet strategjik në planin gjeopolitik, por është një
partneriteti pa barabartë është një urë që nuk ka dy këmbë të njëjta. Pra, pesha e Kinës është shumë e madhe, ka pikpamja demografike është 10 herë më e madhe se sa Rusia, në pikpamje territoriale kuptohet është sa gjysma e sipërfaqes që ka Rusia, në termat e produktit brendshëm bruto është 10% e GDP-s që ka Kina, ka Rusia. Kështu që në këtë kuptim dispariteti, pra pabarazia është e dukshme. Plus edhe fakti që Rusia është kërkuese do të shesi atë gaz, po themi, me atë propozimin për të bërë një gazsjellës nga Siberia në veri, të kalon nga Mongolia për të vajtur në Kinë. Atë gaz që deri dje e shiste me çmime të arsyeshme, tregu në Europë, tashmë ajo e shet minimalisht 20% në çmimin e tregut në Kinë. Dhe kjo nuk është e tanishme me fillimin e luftës. Është që në 2016 kur u inaugurua gazsjellësi i parë Posnishi. Posnishi, midis dy vendeve. Kështu që në këtë kuptim po të kemi parasysh dhe pozitën e vështirë në cilët ndodhet Rusia tani në luftën me Ukrainë, deficitin buxhetor, vështirësitë në rekrutimin e ushtarëve, gjë që u duk edhe në paradën e 9 majit, ishte një paradë që linte shumë për dëshiruar në krahasim me atë pompozitetin e madh që jemi mësuar tradicionalisht të shikojmë në sheshin e Kuq. Ajo tregon një frikë, një druajtje, një zbegje të asaj potencialit ushtarak dhe frikës apo pozitës vështirë kur është futur Rusia. Kështu që ky është një partneritet, po një partneritet që çalon. Kuptohet, kanë interesat përbashkëta dhe janë të dy kundër perëndimit, kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mezi presin që ju i duket partneritet i pasinqert praktikisht. I pasinqert. Apo s'mund të ketë partneritet sinqert kur bëhet për dy superfuqi. Po kjo vlen edhe për shtetet e tjera, për çdo shtet që ndërton politika të jashtme, në kuptimin që ka një lloj dinamike në marrëdhënie ndërkombëtare, po kujtojmë atë shprehjen e famshme të kryeministit britanik shekullit 19, Anglia nuk ka miq të përhershëm, ka interesa të përhershme. Kështu që ato që dominojnë janë interesat. Në këtë rast mund të jenë ekonomike, gjeopolitike, strategjike, etj., por interesa që kanë të bëjnë me pozitë kombëtare të një vendi. Nga një mendim nga Sakolli. Dhe për të vazhduar rrjedhshëm dhe interesat ndërmjet Kinës dhe Rusisë janë shumë të mëdha se sa interesat të paktën nga ky takim, ajo që çfarë u diskutua. Doli që ishin interesa gjeostrategjike. Pra, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara me Kinën nxorën në dritë vetëm një marrëveshje për të shitur më shumë produkte bujqësore amerikane në Kinë, dhe Shtetet e Bashkuara për të blerë më shumë vaj soje dhe ndërkohë që blejnë avion amerikan, këtu po flasim për një shkëputje të varësisë energjetike nga vendet arabe, nga kalimi në gjirin e Hormuzit, nga shitja e gazit rus në Evropë dhe nga përqendrimi, le të themi, pra post dyshi, është një, si thuash, është një tubacion, është një gazsjellës që pritet të prodhoj gaz të barabartë me dyfishën e konsumit të Mbretërisë së Bashkuar për një vit. Sigurisht do kohë që të vihet në kapacitet në prodhim të plot, do kohë e caktuar, post njëshi janë dashur deri në 4-5 vjet që të ndërtohet dhe janë dashur edhe rreth 4 vjet të tjera që të arrijë në kapacitetin e plot furnizues. Por kjo është, si thuash, për Rusinë është një kompensim dhe nuk është pra ai fluksi që arrinte Rusia të furnizonte Evropën përpara se të fillonte pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Pra duhet kuptojmë edhe këtë. Pra Rusia po kërkon të kompensojë dëmet që i ka shkaktuar vetes dhe nga udhëheqja e një lufte të cilën duket se nuk po e fiton. Pra, ndërkohë që i kishte vënë objektiv vetes të zhdukte nazizmin, nëse nazizmi në Ukrainë ishte Zelenski ishte akoma aty, dhe nëse priste që me ushtri toksore të fitonte luftën, janë vrarë sipas burimeve perëndimore deri 1 milion rus, flasim për 30-40 mijë të vrarë në muaj. Në rastin më
të mirë për Rusinë mund të jenë gjysma e kësaj që prapë është një shifër llatarshme, nëse ka 500.000 të vdekur, dhe ka ngecur në një territor që dhe ato territori që ka dhënë si objektiv vetes, që është territori i kufizuar, limituar, nuk po e pushton dot, sepse e pam që lufta moderne është lufta e inteligjencës, e dronëve, e teknologjisë. Ashtu si Shtetet e Bashkuara nuk po i arrin plotësisht objektivat në Iran, edhe Rusisë i ka ngelur sharra në gozhd në Ukrainë. Dhe pastaj simbolika që edhe Shtetet e Bashkuara dhe Rusia vajtin në Kinë e bën Kinën të përshfaqet si një pol i rëndësishëm për vendosjen e fateve globale të stabilitetit dhe paqes botërore. Por po të shihej për shembull 3 vizitat e fundit të rëndësishme që janë bërë në Pekin, Korea e Veriut duke si një vizitë vllazërore. Kjo e Kinës duke me Rusinë si një vizitë miqësore, kurse me Shtetet e Bashkuara si një vizitë zyrtare formale. Pra, Shtetet e Bashkuara vendosin një bord tregtar që nuk dihet qartë se çfarë do bëjnë në vazhdim, do shesin disa avion Boeing dhe produkte tregtare do blejnë vaj soje, ndërkohë që këtu flasim për gazsjellsa me kapacitete të ardhura me miliarda dollar në vit. Dhe janë strategji që krijojnë pavarësim nga resurset Europiane dhe Arabë. Për shembull, Kina e merr sot gazin për shkak të bllokimit të gjirit të Hormuzit në mas të mirë, por dhe luftrave në zona të tjera, e merr në gazin e lëngshëm të ngrirë nëpërmjet rrugëve detare apo toksore, dhe në këtë rast edhe Kina çlirohet nga kjo. Po sigurisht Kina mund të kërcas dorën në tavolinë dhe prandaj nuk kanë firmosur akoma marrëveshje, sepse po diskutojnë për çmimin. Sepse Rusia pra është detyruar të shesë Kinës në këtë pikë dhe nuk ka një klient tjetër dhe Kina mund të ulë çmimin nga kjo. Dhe këtu kinezët po mundohen të fitojnë. Marrë dhe mendim nga zoti Burimi. Zëvërimi gjithë bota me sy nga Kina, pas Donald Trumpit shkon vetë Vladimir Putin. Po, Donald Trump kishte vetëm qëllim, kishte Iranin. Pastaj mbrapa po sigurisht që do ta mobilosh pak me ta shifat e ndërmarrjeve të mëdha. Ishte vetëm 5 ndërmarrje amerikane aty që sa gjithë GDP-ja e Rusisë, po kryesori i Iranit. Kryesori ishte që Kina të bënte presion ke Irani të pranojë këtë. Sot vetëm vizita ka Irani është pikërisht që pranohet të vjetë në klapa 20-30 vjet programin bërthamor. Kjo është. Po as Kina se ka të fuqi ke Irani, pa për të shkë Trumpit. Kurse Putin, Kinë është një aleancë shumë e fortë sepse ka një armik përbashkët, që është demokracia, që jemi ne, që është perëndimi. Kështu që nuk ka çiment të më të fortë se sa kjo lidhje, që është më e fortë se ç'është lidhja e Amerikës sot me europianët. Sepse kanë edhe divergjenca tregtare. Ta i lidhë një herë lufta për mbjetesë, i lidhë ajo që mos kenë revolucion as në Kinë dhe as në Rusi. Përballë ku bën një aleancë ishte Venezuela, çfarë do bëjnë? Do lënë të humbasin edhe Iranin, të humbasin edhe Kuba. Këto gjë diskutuan, po kryesorja ishte pikërisht kjo tani, që tha dhe juve, pas projekti Siberi 2, siç ishte gaz, ai ishte Nord Stream 2 me Gjermanin, që të lidh është një projekt shumë i vjetër, por që Kina nuk e ka dëshiruar. Edhe shkon pak me për dy arsye. E para se gjithmonë ka këtë mundësi energjetike në vendet arabe, dhe dyta është që Kina po shkon para Evropës, para se çdo tjetër vendi drejt një autonomie strategjike ndaj hidrokarbureve. Kina është vendi më i elektrifikuar. Edhe llogaria që bëhen sot është që nevojat për gaz, ky gazqellës që do lidhë Kinën me Rusinë është rreth 50 miliard metër kub në vit. Do dimë që nga Shqipëria në Itali shkon në 10 miliard metër kub në vit. Por nevojat sa vinë të kuren pikërisht prej këtij bumi, këtij hobi teknologjik që e bën Kinën gjithnjë më të elektrifikuar. Pra është synimi i Putinit, por Kina është më pak e rezervuar. Prandaj Kina ka më tepër një diskurs ideologjik. Pra nëse arrin dhe poshtim armikët e bashkët amerikan në një fushë vetme që është sot çdo dollarizimi, sepse nëse vërtet Kina humbet hidrokarbure në vende arabe, por me rënien e tregtisë me vende arabe në hidrokarbure humbet dollari, sepse tregtia bëhet dollar. Ky është qëllimi i Kinës. Sigurisht në këtë pikpamje Rusia nuk peshon shumë, por Rusia i shërben Kinës për treguar dhëmbët amerikanëve. Me së dyti, interesi i Kinës është që të mbarojë sa më shpejt lufta në Ukrainë. Dhe mediat që e përjapin në Perëndimin, nuk në Shqipëri apo jo, kjo konfidencë që Shqipin kishte bërë Trumpi gjatë vizitës, që mbrapa e mohoi, duke thënë që Putini tashmë shpreh keqardhje, është penduar për atë gafë që bëri
duke sulmuar Ukrainën. Pra duhet jetë edhe një dalje nga Ukraina. Edhe për ta ditë tani këtë gjë me ç'po ndodh në Evropë, ç'po ndodh me Ramën, me Vučićin, kemi edhe Edi Rama dhe Vučić sot ka të njëjtin diskurs që është që Europa t'i hapet negociatave me Putinin për Ukrainën, siç luhet edhe për Shqipërinë dhe për Serbinë, është që nëse hapet kjo negociat Europë, Rusi mbi Ukrainën, mbi bazën e planit amerikan, që Zelenski të pranojë të lërë pjesën e Donbasit, që Rusia ende nuk ka pushtuar, por që Ukraina është një tabu. E gjetë edhe Edi Rama në mes të Pekinit o zoti Burimi. E di shumë do të dëgjosh. Në mënyrë që sot nuk e di, sot unë për mendimin tim, i dashur kolegë, do të hapja me televizën e madhe që do Rama një përditshme estoniane. Për mua kjo ishte. Në Estoni janë interesuar për këtë gjë. Sa për në klapa. Pra, ideja është qoftë se më duket sikur jemi shumë të vegjël përpara gjithë këtyre zhvillimeve mos zoti Burimi. Janë shumë kazan të mëdhenj që zjejnë edhe ne nxjerrim të xhezven ton pa bish nga kuzhina. Edhe Kina edhe Evropa kanë interes që të zgjidhet çështja në Ukrainë. Ashtu si në Iran, edhe në Ukrainë e ka një zgjidhje, po që të pranuar. Për Iranin zgjidhja është një të vjetë në klapa, ku kanë bërthamor, i bë qefi dhe Iranit, edhe Rusisë, edhe Izraelit. Çështja është do vitë klapa 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet. Edhe për Ukrainën është zgjidhja. Zgjidhja është të lërë Donbasin që ende Rusia si ka pushtuar, që është vërtet nga ana morale, psikologjike, estetike, humane është një ndyrësi, se si mund të japësh një tokë njësta ka pushtuar, por në shkëmbim të jepet Ukrainës hyrje në BE pas një lloj reforme. Këtë shpreson sot Rama dhe Vučić, prandaj edhe sot. Për lidhje me Ramën dhe Vučićin, sepse sot, njëkohësisht sot, edhe Vučić nga Beogradi tha, bëri lajmin sot që shkon një vizitë madhore historike Vučić në Kinë, 5 ditore, dhe tha, po më vjen mirë tani që europianët po interesohen për negociat me Rusin për Ukrainën, e kanë thënë prekosh, tallishin me mua, tani po shoh që ka të drejtë. Të gjithë sot edhe sot prap Rama të përditshmes estoniane për negociat me Rusin. Të gjithë të interesojnë. Praktikisht ju mendoni që edhe zoti Rama do ketë largë ditën për të shkuar në Kinë? Jo, interesi Ramës nuk është Kina, interesi Ramës nuk është Rusia, interesi Ramës është edhe një të pusë Shqipërinë në BE pa u shqetësuar tek ai bari i pamshëm, më lini rehat me barin, më lini rehat me shtetin e drejtës, me to reforma kaq të thella. Do kemi një emision tjetër për të folur për politikën e brendshme ku mundet edhe të jepni argumentat tuaja më gjerë më gjatë. Si një njohës shumë i mirë edhe i kujdesshëm i detajeve. Do të thotë edhe ministrion e jashtëm e dha në intervistë, të tha pikërisht kjo është ai qëllimi, këto do jetë lidhja Kinë, Kinë, Shqipëri apo e kemi zoti Burimi, duke qenë zgjidhje në Ukrainë, të gjithë përfitojnë. Zoti Burimi, duke qenë se juve nuk ju shpëtojnë detajet pavarësisht se jeni kilometra larg, dua të di se si i peshuat ju ose çfarë pat ndryshe nga vizita e Trump dhe nga vizita e Putin. Po dua më shumë syrin tuaj si gazetar, jo si analist. Shikoj, lartësia nuk është problem sepse kjo si pengon gazetarët francez, italian, amerikan, të analizoj që ndodh në Iran, apo që ndodh në Rusi apo në Ukrainë. Shkon një në Iran, po analizoj, që lartësia nuk është sot në botën e internetit një problem fare. E para, ajo që bëri përshtypje edhe një herë në vajtja e Trumpit në Iran, më bëri përshtypje që çfryrje e Donald Trumpit. Kjo na bëri përshtypje gjithë gazetarëve në Francë, perëndim. Dhe ai Trump që është kaq i sert, kaq përçmues, kaq i pendues me aleatët, me gazetarët. Aty na u duk një Trump të shikojë Trumpin, të lexonte një fjalim për ne që një habi. Kjo komentuar shumë në Francë. Ai Trump që fjalimin, ai Trump që bëri të fjalim në shtator në KB, kujtohet që i vajti kërcënoi holli para pas. Bilisa dhe atë tha, ai kanë thënë apo çfarë. Ai Trump të disiplinohesh, të mbatte një fjalim para një profesori. Kjo na bëri përshtypje. Sepse kishte këtë nevojë akute t'ia fund luftës në Iran nëpërmjet dosjes bërthamore. Por nuk fitoi asgjë. Kjo na bëri përshtypje si gazetar. Pra, bucia e Trumpit, ai një Trump si një tigër që kishin hequr ato dhëmbë, fuçi Trump ka qenë shumë i egër në fushat ndaj Bidenit për shkak të Kinës. Dhe ja sot shkon dhe i bën një portador i Kinës, na habiti shumë. Zoti Shala, unë pash dy gjëra në takimin e presidentit Putin me Xin që nuk ishin ndryshe nga takimi i presidentit Trump. E para ishte që u vendos
të nënshkruhen 2 marrëveshje nga 7-18 që do nënshkruhen 2 marrëveshje, njëra do të jetë për partneritetin politik dhe strategjik. Pra përdor fjala partneriteti politik. Dhe Bilaj Xhia përdor fjalën që ne në aspektin politik kemi provuar që jemi shumë po afrohemi gjithmonë më tepër. Dhe unë këtë përkthej për formën e regjimit që kanë të dy palët, domethënë si regjime autoritare. Ndërsa një marrëveshje tjetër që lidhet me pretendimet e tyre për rendin e ri botëror, pritet të shkruhet një marrëveshje për promovimin e multipolaritetit. Pra, se çfarë formati do ketë kjo marrëveshje për multipolaritetin për ta promovuar. Pra, të dy palët tashmë synojnë që dhe e kanë pranuar, e pranoi edhe Trumpi vetë që nuk është vetëm nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë në krye të rendit botëror, pra nuk janë më garantuesit e vetëm të rendit botëror që kishte për bazë perëndimin, por synohet një rend botëror që të ketë edhe superfuqi tjera dhe të mos ketë vetëm perëndimin, por të ketë edhe jugun global. Pra, unë kështu e pash në aspektin kurse në mbështesat që tha zoti Burimi, synimi aty ka qenë edhe çështja e presidentit Trump, ka qenë sidomos çështja e Iranit, që Xhia mund të merrte përsipër të ushtronte presion mbi Iranin, por nuk mund të merrte përsipër që të ndryshon, domethënë të bindë dakord me ndryshimin e regjimit të Iranit. Absolutisht, një regjim iranian me ata që janë i intereson nxis edhe për bizneset që edhe si partneritet strategjik që e ka Iranin, por edhe për të vazhduar për të marrë atë naftën që ai merr. Në këndvështrimin tim, edhe për sa i përket Ukrainës, është presidenti Xi i mbështet të ketë të fillojnë të shuhen konfliktet. Pse? Vetë mënyra e depërtimit të Kinës në botë sot është nëpërmjet ekonomisë. Kina sot është investitori i parë në rreth 120 vende të botës. Pra, një luftë në rajonet të ndryshme do të cënonte investimet kineze. Kështu që Kina në farë mënyre, pavarësisht që mund të ketë interesa për ta mbajtur, interesa dytësor për të mbajtur Shtetet Bashkuara të angazhuara edhe në Ukrainë, por edhe në Iran, derisa ai të zgjidhë çështjen e Tajvanit, që me sa duket nuk do marrë një zgjidhje të shpejtë. Pra, në këtë mënyrë Kina synon që mund t'japi edhe në raport me Iranin, mund t'japi një mbështetje për uljen e palëve edhe për arritjen e një marrëveshje. Pas kësaj, pas largim nga Kina, ka dalë edhe varianti që pluhuri bërthamor që e quante presidenti Trump, apo ajo rezerva për rreth 430-460 kg, nëse iranianët nuk pranojnë që ta marrin amerikanët, mund ta marrin kinezët ose rusët. Pra, pas kësaj doli edhe historia që këtë pluhur bërthamor mund ta marrin edhe kinezët, që mund të jetë pasojë e këtij takimi. Profesor Nathanari? Për mes diferencës së vizitës së zotit Trump dhe zotit Putin. Nuk janë njësoj. Çfarë ju bëri përshtypje jo? Siç edhe u tha. Dhe çfarë vendi dhe pozicioni do të zenë këto takime edhe në studimet e marrëdhënieve ndërkombëtare? Shumë si do ja shpjegoni ju studentëve edhe për disa kohë, për disa vite, dhe për të ndërlidhur me vizita tjera që ju përmendet më herët. Unë si historian i marrëdhënieve ndërkombëtare, këto vizitat vetëm kur bëjnë epokë mund të përmenden dhe hynë, siç ishte rasti për shembull. Këto nuk do hynë thonë. Vizita e Nixonit në Kinë, po, ajo shënoi epokë. Po vizitat të tilla, kur shikojmë që Trumpi, që shkoi presidenti amerikan, shkon në Kinë dhe çfarë konkretisht arriti, marrëveshje ekonomike, u tha që do shiten 200 avion Boeing. Dhe do shitet soja, po do blihet, sepse është një treg shumë i madh. Kina për të blerë sojën dhe domethënë produktet e sojës janë kemi kaluar nga diplomacia e ping-pongut ke diplomacia e sojës. Po, kështu që në këtë kuptim nuk besoj se kjo mund përmendet në analet e diplomacisë patjetër në marrëdhënien e dypaqe, por nuk është se shënon në një ngjarje të jashtëzakonshme, për mendimin tim. Profesor, ndoshta do mat mend si që Amerika për herë të parë pranoi që ka rivalin kryesor të barabartë ka Kinën.
deklaroj. Që e pranoj me edhe për faktin që përveç kësaj e drejt, edhe faktin që për herë të parë Tajvani përmendet hapur në një bashkëbisedim Dhe si shkak krerësh, por Si edhe shkak lufte. bërë publik, Po, sepse përpara edhe mund ta kenë diskutuar, por sipas atyre që thonë analistët, nuk është diskutuar ndonjëherë kaq hapur dhe kaq me terma të jo fort diplomatik. Megjithatë unë do ta shikoja atë paralajmërimin që bën kinezët lidhur me Tajvanin. Nancy Pelozis, kriza që krijoi Nancy Pelozia në Tajvan, që është shumë e madhe se fjalia që ta gëzi për Tajvanin. Kështu që s'e besoj, ka 100 milion akoma. Nuk është maksimumi. Po, Kesh hoqën dorë nga 14 miliard dollar që do shesin armatime Tajvanit, pasi i dhanë 11 miliard. Ka që ndryshimi, por nuk që gjë e madhe. ja ta dëgjojmë edhe profesorin zoti Burimi se profesori kur i ndroi studentët do ta përfundoj deri në fund argumentin. Do më thënë, në këta rast, Tajvani, ajo deklarat aty dhe përmendja dhe asaj paradigmës famshme të Kurthit të Tukiditit, është një paradigmë që studiuesit amerikanë kanë qenë, por nuk, për mendimin tim historikisht ajo nuk qëndron shumë. Sepse Sparta s'ka pas bombë atomike. Jo, ka ndryshuar çik gjërat. Ka ndryshuar, ndryshimi është epokal. Po jo, në thelb që një fuqi e rangut të dytë tani sfidon fuqinë që është mbi të, që është mban flamurin dhe mban primatin, dhe çon në luftë. Graham Allison, ai studiuesi amerikan, thoshte nga 16 raste që ai kishte rënditur aty, 12 kishin çuar në lufta. Edhe ato janë tëra me pikpyetje. Ashtu si interpretojnë. Është mirë që studiuesit politik njohin çik më mirë historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare se sa të fillojnë edhe të manipulojnë historinë për të nxjerrë për të paraqitur një pikpamje fataliste, disfatiste, që lufta është e pashmangshme. Jo, unë atë deklarat apo atë qëndrim të palës kineze nuk e shoh provokim asnjë, më tepër si një sfidë për t'i dhënë të kuptuar palës tjetër që ne më mirë ja vlen të bashkëpunojmë, të merremi vesh, të ruajmë këtë statuo marrëdhënie se sa të hymë në konflikte për gjëra të tilla të vogla. Sepse Kina hum shumë nëse do të marrë një agresion ushtarak të hapur mbi Tajvanin. Kinezët janë mësuar historikisht me kulturën e tyre politike që kanë të shikojnë gjërat në plan afatgjat. Pra, siç thot populli shqiptar, kemi një shprehje, qeveria ka lepurin me qerre. Edhe ata kanë bën një pikësynim në 2049-ën do të bashkohemi. Pasi si do të bashkohen, i kanë të 3 opsione edhe ata. Por opsioni i luftës është më i fundit dhe është më i kushtueshëm. Kështu që në këtë kuptim presidenti amerikan shkoi aty, por shkoi më shumë për të bërë një deal ekonomik dhe për të marrë një angazhim të Kinës në planin se si mund ndihmonte për të dalë nga qorsokaku që është futur në lidhje me luftën në Iranit. Që të dyja, me sa duket deri tani, nuk kanë përfunduar ashtu siç ka dashur pala amerikane, mendimi im. Zoti Burimi, kishte një ndërhyrje? Jo, po nuk besoj se kinezët folën për luftë. Kërkuan thjesht që amerikanët të heqnin dorë, që furnizonin Tajvanit 14 miliard dollar armatime nga një plan 25 miliard, të njëjtë gjë që kërkoi Rusia nga amerikanët. Po asnjë s'është që Kina do të bëjë luftë me Tajvan. E din shqiptarët, ndoshta e profesorët e din, që sot Kina, partinë kryesore të opozitës në Tajvan, Kuomintang, që partia e Çaj Kai-shenit, është parti pro-kineze. Që bëjë luftë ata? Keni sot në Shqipëri një parti që është pro-serbe, ose një parti që është pro bashkimit të Shqipërisë me Greqinë. Kështu që nuk se kuptova kështu që termi aty u përdor që ne mund të shkojmë deri në konflikt për çështjen e Tajvanit. Pra, Xia kur foli me presidentin Trump e përdori shprehimisht këtë shprehje. E kete cituar nga gjitha agjencitë. Po në kontekst, në kontekstin që se ju vazhdoni dhe furnizoni me armë Tajvanin, në këtë kontekst. Pra, nëse ndërhyni, nuk e ka thonë ndonjëherë, nuk e kanë përdorur këtë terminologji ndonjëherë kinezët.
Po ku ke dëgjuar ti të jepi 14 miliard dollar, 25 miliard dollar? Po në dhjetor të 25-s i dhanë 11 miliard dollar. I morën. Kjo është një transh tjetër. Kjo është kur të shkon, në një fjali, kur shkon Serbia, është puna aty ke dollar. Dhe harron aleancën me Tiranën, dhe të pa që u bë aleancë. S'është puna ke dollar, thotë profesori. Jo, do të them ku. Serbia shkon dhe tregon dhëmbët. Si e sepse pati një nënshkrim. Shqipëri, Kosovë, Kroaci, pa dhënë armësh. Kur Serbia, Lillipute. Këtë don? Shqipërinë, Kroacinë dhe Kosovën? Jo më Kina? Mos i thotë Amerikës, ku të shonë mëndë ty që ja përshti 14 miliard dollar Tajvanit. Plus që i kujtoj të dashurit Trump, ajo marrëveshja për tokat e rralla, për lëndët e para kritike, është një vjeçare. Profesori zgjodh edhe një kënd tjetër që i ka marrë që në dhjetor zoti Burimi. 11. Këto 14 janë tani diskutohen në Senat. Nga 25 miliard, 11 janë dhion, dhe janë dhe 14 miliard që presin. Dhe Trump i hoqi dorë. Atë s'dihet, e ka hequr dorë apo jo, e manë suspans atë. E lëndët e kritike, pat një deklaratë zyrtares, pa u larguar, më fal, pat një deklaratë zyrtare nga sekretari Amerikan i Shtetit që ne nuk ndryshojmë qëndrim ndaj Tajvanit. Pa. Ishte prerë pas bisedës. Po, nuk ndryshojmë qëndrimi që nuk e njohin Tajvanin. Sot as Amerika dhe as Evropa Tajvanin nuk e njohin. Ne po themi që u deklaruar zyrtarisht. Domethënë, ishte kërkesa kineze, ishte përgjigje amerikane, në diplomaci kështu funksionon. Po kjo është që nuk ndeshëm mendim që sot ka një kin. Kjo është lehtësimi. Është e vërtetë që është për të evidentuar fakti që Kina ka përdorur termin e përplasjes apo konfliktit për Tajvanin, gjë që se ka bërë deri më tash, sepse Kina është shumë e kujdesshme dhe e sheh zgjidhjen e Tajvanit si një zgjidhje nëpërmjet soft powerit, pra influencës but kulturore, ekonomike, diplomatike. Dhe përmendje blerjes së elitave tajvaneze. Ka opozit, patjetër, ka një opozit pro-kineze në Tajvan që pret stërkëmshin që të qeverisë ajo lokalisht dhe sigurisht, ajo është pjesë e të tërës, pra e soft powerit, ndikimit politik. Ka përdorur opozita që ka qenë armiqësore në origjinë. Po, dhe lakimi i luftës vjen pranë. Për sa kohë ne shohim një si zgjidhje jo ushtarake. Gomindancë. Për sa kohë Kina e sheh si një zgjidhje jo ushtarake Tajvanin, furnizimi i Tajvanit, kthimi i Tajvanit në një fuqi baruti që pa dashje dikush mund të ndezë një shkrepse dhe të shpërthejë, të lëshojë një raketë drejt Kinës, konflikti është i pashmangshëm. Pra, një incident, një flamur i rrem mund të shkaktojë luftën. Në këtë po, nuk e shoh Kinën si vend agresor, mund të ketë pasur shumë oportunitete për të qenë agresor dhe nuk mendoj se e ka të vështirë të jetë agresor ndaj Tajvanit, disa kilometra larg brigjeve të veta. Ka kulturë strategjie, Kina vlerëson paqen. Është antagonizmi ndaj Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk mund të bëhet të jap modelin si alternativ force globale, duke qenë njësoj si ajo forcë që përdor forcën ushtarake. Pra, nëse Kina është pikën e dobët Shtetet e Bashkuara, ato që ata po bëjnë në Iran, nuk mund të bëjnë një të gjë në Tajvan. Kështu që termi konflikt është pra mos të bëhet e pashmangshme. Dhe një gjë e fundit që nuk përmend. Kina dhe Rusia bëjnë një deklaratë përbashkët, që e firmosën dy presidentët që nuk e bëri Trump me Xi. Ku ndër të tjera thoshin se shprehin shqetësim reciprok për sistemin Golden Dome, multi-triliardësh të zotit Trump, që është një sistem raketor mbrojtës për të cilin Putini ka thënë se ka qenë zanafilla e luftës në Ukrainë, pra rrethimi pra nga raketa mbrojtëse apo raketa helëse të NATO-s që rrethuan Rusin, e detyruan Putinin që mbasi krenaria ruse u rizgjua që ai të fillonte të bënte kafshime të vogla territoriale për arsye mbrojtëse. Këtë shqetësim e shprehen dy presidentët dhe për sistemin që kanë projekt zoti Trump, Golden Dome, që praktikisht vendos po sisteme raketore që mund të mbrojtëse apo sulmuese përballë Kinës dhe Rusisë në mënyrë të shtuar. Dhe këtu ata përmendën fjalë dhe më të egra se kjo e Tajvanit, ku thonin që në këtë pikë ne detyrohemi që të marrim gjithashtu të amplifikojmë sisteme mbrojtëse ose sulmuese, që janë të pashmangshme. Pra, prap Kina e vuri veten atë suazën e forcës paqësore që nuk do konflikt, por që bën politikë nëpërmjet paqes dhe biznesit, por kur është detyruar dhe do të mbrohet.
Megjithatë, Stokholm mos na çov tek lufta sepse sot u mblodhëm për paqen, sigurisht që lufta do të dojë kohë akoma dhe më të madhe me largët. Unë Stokholm falenderoj shumë profesor Nathanaeli, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Zoti Burimi, shumë faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Nderuar shikues, jemi në fund programit, në pjesën e emisionit, pjesën e parë të emisionit ishim në një intervistë ekskluzive me ish presidentin, ish kryeministrin Ilir Meta, i cili për herë të parë nga qelia foli mbi një sër çështjesh të cilat praktikisht kishte kohë për që ftonte median për t'i artikuluar publikisht. Në pjesën e dytë të emisionit u ndalëm tek ambasadori i ri amerikan që pritet të vinë në Tiranë, por gjithashtu edhe tek takimi i Putinit në Kinë, ku ky vend u bë edhe një lloj piktakimi mes Donald Trumpit, i ishte pak ditë më parë, Vladimir Putinit me presidentin kinez. Bashkërisht do shihemi në mbrëmjen e nesërme. Nga ona të dhëngut, natë mirë dhe mirë takofshim.